Albana Vokshi, kandidate për deputete nga radhët e Partisë Demokratike, është paraqitur këtë të njëjtën në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK. Unë u thira sot për të dhënë informacione shtesë për 2 prej kallëzimeve. Njëra ka të bëjë me rastin e keqpërdorimit të mësuesve dhe të nxënësve në sistemin e arsimit parauniversitar dhe rasti tjetër ka të bëjë me vendi.im, i cili është një tjetër aplikacion patronazhimi. Nga obori SPAK, Vokshi akuzoi Partinë Socialiste për keqpërdorim të administratës publike në funksion të zgjedhjeve, ndërsa ju bëri thirrje nënpunësve të largohen nga sistemi patronazhimit dhe të mos përfshihen në krime elektorale. Çdo kush që kryen krime zgjedhore do përballet me drejtësinë. Vokshi paralajmëroi se kushdo që përfshihet në krime zgjedhore do të përballet me drejtësinë, ndërsa garantoi mbështetje për nënpunësit që kryejnë detyrën në përputhje me ligjin.